Zanafilla 47, Jakobi para faraonit, vargjet kyçet kapitullit. Pastaj Jakobi bekoi faraonit dhe u largua nga prania e tij. Vargu 10. Jakobi ju përgjigj faraonit: ditët e viteve të shtrektimit tim janë 130 vjet. Ditët e viteve të jetës sime kanë qenë të pakta dhe të vështira. Vargu 9. Një bari i vjetër nga Kanaani qëndron para mbretit më të fuqishëm të botës dhe e bekon, jo një herë, por dy. Ky kapitull na tregon se kush është vërtet i madh në sytë e Perëndisë, si duket besnikëria në vite e urije dhe si përgatitet një njeri për vdekje me sy nga premtimi. Konteksti historik dhe kulturor. Bekimi në botën e lashtë nuk ishte thjesht mirësjellje. Ai që bekonte qëndronte më lart se ai që bekohej. Letra drejtuar hebrejve thot hapur. Më i vogli bekohet nga më i madhi, hebrejve 7:7. Prandaj skena e vargut 7 dhe 10 është e jashtëzakonshme. Një plak pa tokë, pa pushtet, pa asgjë. Bekon faraonin, perëndinë e gjallë të Egjiptit. Në sytë e botës, faraoni ishte më i madhi. Në rendin e Perëndisë ishte Jakobi. Dhe pjesa e dytë e kapitullit, blerja e tokës nga Jozefi, shpesh keq kuptohet. Ai nuk po shfrytëzonte njerëzit. Uria kishte 5 vjet të tjera për të vazhduar, dhe pa administrimin e tij i gjithë vendi do vdiste. Njerëzit vetë erdhën, vetë kërkuan dhe në fund thanë ti na shpëtove jetën. Vargu 25. Sistemi që vendosi 1/5 për faraonin, 4/5 për ta, ishte më i lehtë se taksat e shumë vendeve të lashta, dhe priftërinë tu përjashtuan sipas ligjit. Vargjet 1 deri në 6, 5 vëllezër para mbretit. Jozefi zgjodhi 5 nga vëllezërit dhe e çoi para faraonit. Ata thanë atë që i kishte mësuar: shërbëtorët e tu janë barinj si etërit tanë. Vargu 3. Dhe kërkuan Goshenin. Faraoni jo vetëm pranoi, por shtoi, nëse ka mes tyre njerëz të aftë, veri krye intendent të bagtive të mia. Vargu 6. Vini re, familja e Jakobit hyri në Egjipt jo si lypës, por si të ftuar me nder. Ata morën tokën më të mirë sepse dikush nga tyret ishte qenë besnik për vite. Shikoni, besnikëria e një njeriu të vetëm mund të hapë dyer për një familje të tërë. Jozefi kishte vuajtur 13 vjet dhe tani gjithë shtëpia e babait korrte frytin. Dhe vini re se Jozefi zgjodhi 5 vëllezër, jo të gjithë të 10-tët. Ndoshta i zgjodhi ata që dukeshin më të thjeshtë, më pak të aftë për të bërë përshtypje, sepse ai nuk donte që faraoni t'i merrte për oborrin e vet, donte që familja të mbetej bashkë në Goshen. Kur ke ndikimin, mund ta përdorësh për të ngritur njerëzit ose për t'i ruajtur. Jozefi zgjodhi të dytën. Vargjet 7 deri në 10, plaku që bekon mbretin, dhe pastaj skena kryesore. Jozefi solli babain e vet para faraonit, dhe Jakobi bekoi faraonin. Vargu 7. Pa ulur, pa u përkulur, bekoi. Pastaj faraoni pyeti: sa vjeç je? Pyetje e çuditshme për t'ia bërë dikujt, por ndoshta plaku ishte aq i moshuar sa mbreti u mahnit. Dhe përgjigja e Jakobit është një nga më prekset në Bibël. Ditët e viteve të shtrektimit tim janë 130 vjet. Ditët e viteve të jetës sime kanë qenë të pakta dhe të vështira, dhe nuk kanë arritur ditët e viteve të etërve të mi. Vargu 9. 3 gjëra në një fjali. E para, ai e quan jetën e vet shtrektim, udhëtim, kalim, jo vendbanim. E dyta, të pakta. 130 vjet i duken të pakta. Kur je duke parë prapa, çdo jetë duket e shkurtër. E treta, dhe më e ndershmja, të vështira. Ai nuk e zbukuroi, kishte pasur vite të rënda. Ikja, 20 vjet tek Labani, vdekja e Rakelës, humbja e Jozefit, tragjedia e Dinës, turpi i Rubenit. Dhe prap Jakobi bekoi faraonin dhe u largua. Vargu 10. Ai që nuk kishte asgjë dhe bekimin atij që kishte gjithçka, sepse Jakobi kishte diçka që faraoni nuk e kishte, perëndinë e beslidhjes. Ky është mësimi më i madh. Vlera jote para Perëndisë nuk matet me atë që zotëron, por me atë të cilit i përket. Vargjet 13 deri 26, vitet e Urisë. Uria u rëndua, njerëzit erdhën tek Jozefi në val, së pari dhan parat, pastaj bagëtin dhe në fund tokën. Dhe i thanë: na e bli tokën tonë për bukë dhe do të bëhemi skllëvër të faraonit.
vargu 19. Jozefi bleu tokën për faraonin, i zhvendosi njerëzit në qytete, u dha farë për të mbjellë dhe vendosi rregullin. 1/5 e prodhimit për mbretin, 4 të pestat për ta, dhe reagimi i popullit jo ankes, por ti na shpëtove jetën. Le të gjejmë hir në sytë e zotërisë tonë, vargu 25. Ky pasazh na mëson diçka të rëndësishme për administrimin e mirë. Jozefi nuk dha grur falas pafund. Kjo do të kishte shtruar depot brenda 2 vitesh dhe të gjithë do të vdisnin. Ai ndërtoi një sistem që i mbajti gjallë 7 vjet. Mëshira pa mençuri mbaron shpejt. Mëshira me mençuri zgjat sa kriza. Kjo vlen edhe për kishën dhe familjen. Ndihma e vërtet kërkon plan, jo vetëm zemër të mirë. Vini re ironinë e hidhur nga Bibla që lë pa koment. Egjiptianët u bë shërbëtor të faraonit me vullnetin e tyre për të mbijetuar. 400 vjet më vonë pasardhësit e Jakobit do të bëheshin skllëvër të faraonit kundër vullnetit të tyre. Ai që sot ke shpëtuar, nesër mund të ketë harruar. Eksodi 1:8 do të thotë: u ngrit një mbret i ri që nuk e njihte Jozefin. Dhe një ullësi që tregon karakterin e Jozefit. Ai bleu tokën për faraonin, jo për vete, vargu 20. Kishte fuqi ta bënte veten pronar më të madh të Egjiptit. Askush nuk do ta ndalonte. Por ai ishte administrator dhe jo grabitës. Njeriu që ka fuqi mbi pasurinë të tjerëve dhe se prek atë për vete, është njeriu i rrallë. Dhe pikërisht i tillë ishte njeriu që Perëndia ngriti. Vargjet 27 deri në 31. Përgatitja për vdekje. Izraeli banoi në vendin e Egjiptit dhe ushtrua me të madhe. Vargu 27. 70 veta filluan të shumohen pikërisht siç kishte premtuar Perëndia. Jakobi jetoi 17 vjet të tjerë atje. Vini re numri, 17 vjet e rriti Jozefin para se ta humte. 17 vjet jetoi pranë tij para se të vdiste. Perëndia ja ktheu vitet, dhe kur ju afrua fundi, thirrri Jozefin dhe i kërkoi një betim: mos më varros në Egjipt, kur të flej me etrit e mi. Më merr nga Egjipti dhe më varros në varrin e tyre. Vargu 29-30. Pse kaq e rëndësishme? Sepse varrimi në Makpel ishte deklarat besim. Egjipti nuk është shtëpia jonë. Perëndia premtoi Kanaanin. Unë dua të pushoj atje ku është premtimi. Dhe kapitulli mbyllet. Izraeli u përkul mbi krye të shtrapit, vargu 31. Një plak që adhuronin mbështetur në shkopin e vet. Letra drejtuar ebrejve e kujton pikërisht këtë çast. Me anë të besimit, Jakobi duke vdekur adhuroi duke u mbështetur mbi majën e shkopit të tij. Hebrejt 11:21. Fjala e fundit e jetës së tij ishte adhurim. Fjalët kyçe të kapitullit: shtektim, vargu 9. Fjala origjinale magur, banim si i huaj, kalim. Jakobi nuk tha vitet e jetës time, por vitet e shtektimit tim. Ai e dinte se ishte kalimtar. Davidi do ta thotë të njëjtën gjë: un jam i huaj para teje, një shtektar si gjithë etrit e mi. Psalmi 39, vargu 12. Dhe Pietri do të shkruaj besimtarve si të huaj e shtektar, e para Pietrit 2:11. Bekoi faraoni, vargu 7 dhe 10. Folja Barak, e njëjta fjalë e premtimit të Abrahamit, te ti do të bekohen tërë familjet e tokës. Kapitulli 12, vargu 3. Kjo sken është përmbushje e vogël e atij premtimi, një biri i Abrahamit që bekon mbretin e kombit më të madh. Premtimi po funksiononte edhe në Egjipt, të pakta dhe të vështira. Vargu 9. Në origjinal, mit veraim, të pakta dhe të këqija. Jakobi ishte i ndershëm para mbretit për vështirësitë e jetës së vet. Bibla nuk kërkon nga ne të pretendojmë se gjithçka ka qenë lehtë. Ndershmëria për dhimbje nuk është mungesë besimi. Vendos dorën në kofshën time. Vargu 29. Forma më solemne e betimit në atë kohë, e njëjta që përdori Abrahami me shërbëtorin e vet, përdorej për premtimet që lidheshin me brezat e ardhshëm. Jakobi po e bënte varrimin e vet çështje beslidhje dhe jo dëshirë personale. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Jakobi e quajti jetën e vet shtektim, dhe kjo fjalë bëhet një nga temat e mëdha të Biblës për besimtarin.
Të gjithë këta vdiqën në besim pa marrë premtimet, por i pan ato së largu, dhe rrëfyen se ishin të huaj dhe shtektar mbi tokë. Por ata dëshironin një ardhem më të mirë, domethënë qellorin. Hebrejnë 11, 13 dhe 16. Prandaj Jakobi kërkoi të varrosej në Kanaan. Trupi i tij do të flinte në tokën e premtimit, si dëshmi për fëmijët, ne nuk jemi egjiptian, jemi populli i premtimit. 400 vjet më vonë, kur Mojsiu do t'i nxirrte ata, do ta dini se ku ishte shtëpia e tyre. Vendi ku zgjedhim të prehemi tregon se ku e kemi zemrën. Dhe skena e bekimit ka Jehonën e vet. Jakobi i vogli para botës bekoi faraonin të madh. Krishti bëri të njëjtën gjë në shkallë të pafundme. Ai që kishte gjithçka u bë i vogël dhe na bekoi ne. Dhe kur u ngjit në qiell, Luka shkruan, duke ngritur duart i bekoi, dhe ndërsa i bekonte u nda prej tyre. Luka 24:50-51. Gjesti i fundit i Krishtit mbi tokë ishte bekim, si gjesti i Jakobit para mbretit, dhe Jozefi që shpëton një kom duke i dhënë bukë. Kjo pamje na çon sërish tek ai dhe që tha: Unë jam buka e jetës, Gjoni 6:35. Egjiptianët dhanë gjithçka që kishin për bukën e Jozefit dhe e quajtën shpëtim. Sa më shumë vlen buka që na jepet falas dhe që nuk mban për 7 vjet, por për gjithmonë. Aplikimi për ne sot. Kur pleqt tanë kthehen nga kurbeti, e para që bëjnë është të shohin varrezën e fshatit, jo nga trishtimi, por nga përkatësia. Aty janë etrit, aty do të prehen edhe ata. Jakobi bëri të njëjtën gjë me fjalë. Mos më lini këtu. Nga Zanafilla 47 neve mësojmë këto gjëra. Së pari, vlera jote nuk matet me atë që zotëron. Një bari pa tokë bekoi mbretin e botës. Nëse ndihesh i vogël para njerëzve me pozit, para ose emër, kujto se ti mban diçka që ata mund të mos e kenë, Perëndin. Dhe ai që ka Perëndin ka çfarë të jap. Së dyti, je i ndershëm për vitet e vështira. Të pakta dhe të vështira, tha Jakobi para mbretit, nuk pretendoj se jeta e besimtarit është e lehtë. Kur dëshmon para njerëzve, mos e zbukuro. Ndershmëria për dhimbjen bën dëshminë tënde më të besueshme dhe jo të dobët. Së treti, besnikëria jote hap dyert për të tjerët. Jozefi vuajti 13 vjet dhe gjithë familja mori tokën më të mirë të Egjiptit. Ajo që bën sot me ndershmëri mund t'u hap rrugë fëmijëve, nipërve, kishës. Askush nuk është besnik vetëm për vete. Së katërti, ndihma e vërtet kërkon edhe mençuri. Jozefi nuk dha grur falas pa plan, ndërtoi një sistem që mbajti 7 vjet. Kur ndihmojmë dikë, një familje në nevojë, dikë me borxhe, një të varfër, pyet jo vetëm çfarë të jap sot, por çfarë e mban gjallë deri në fund. Mëshira pa mençuri mbaron shpejt. Së pesti, jeto si shtektar jo si pronar. Vitet e shtektimit tim, kur e di se je kalimtar, i mban gjërat më lirshëm, shtëpinë, karrierën, planet, nuk do të thotë mos investosh, do të thotë mos e ngulësh zemrën aty ku nuk do të mbetesh. Së gjashti, përgatitu për fundin me besim, jo me frikë. Jakobi rregulloi çështjen e varrimit, foli me djalin dhe pastaj e dhuroi. Nuk është e keqe të mendosh për fundin, është e urtë. Lëri gjërat në rregull, fjalët e pathëna, faljet e pakërkuara, besimin e treguar qartë tek fëmijët dhe pastaj adhuro. Çfarë mësuam nga ky kapitull? Zanafilla 47 na tregoi 5 vëllezër të pranuar me nder në tokën më të mirë. Një plak pas gjë që bekoi mbretin e botës. 2 herë, një përgjigje të ndershme për jetën, të pakta dhe të vështira, vite urije, ku mëshira u bashkua me mençurinë dhe një popull që tha, ti na shpëtove jetën, 17 vjet të kthyera, dhe një betim për varrimin që ishte në fakt deklarat besimi, dhe fjala e fundit, një plak i mbështetur në shkop duke adhuruar. Mbaje mend këtë varg, ditët e viteve të shtektimit tim, kapitulli 47 vargu 9. Kush e di se është kalimtar, i mban gjërat lirshëm dhe ka zemrën atje ku është premtimi. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë midis secilin prej jush, Zoti ju bekoft.